Atëherë pas kësaj pritje të zonit, Kosova është një vend me densitë të madhe të popullsisë, në të cilën është presim sot mbarojë. E presim, ndërkohë ne ju themi jemi drejt për drejt kryeministër në valët e Radio Sharrit dhe po e shfrytëzojmë këtë rast që ju themi edhe shikuesve tanë dhe dëgjuesve tanë që po e presim ezanin me kërkesën e kryeministrit dhe do të na japi edhe përgjigjen në pyetjen tonë që ju keni kërkuar t'ia bëjmë. Faleminderit që i bëhet respekt ezanit, mund të vazhdoj me përgjigjen. Nga komuna
S'ka është kjo punë kështu. Si cilën dijavë, poplin nga jashtë e marojnë qëtërsen. Kalojnë dijavë venë një qeter për 2 minuta, e kur di satin me botë se ngër satin 11. Kur të vena i qetëri për satin, edhe të la poplën e mere kur di si jo satin një mu pëndur, për një me të vërtet satin një, a i banë se ngërë satin një në hesapin e dikuj. Qka ma kështu? O të dashër, për sati ku jemi na? Kush na kur dis neve? Na për kanë bojmë të ngërna, për ka bojmë, për ka cingrojmë na. Na cingrojmë, zemra e jonë duhet cingrojnë vetëm për Allahun. Gjaku i jonë duhet të qarkullon vetëm për Allahun. Të menduarit tonë duhet të mendon për Allahun. Frima e jonë duhet të mirët edhe të jipët për Allahun. Vote e jonë duhet të jipët për Allahun edhe për rrugën e ati. Jo që shqitë salatës me arë, këtu mi dhonë votën, që shqitë salatës, me konë jashtë të gjamiës, 4 centa, thëmë. O vëllau i dashur, keme vdek edhe po e mbillim dersën e sotit. Keme vdek, mës harro, bashkë të e qitë votën, keme vdek. Si tja qitë është votën ati që sa musliman, ke vdek, të e qitë votën. Ke vdek, ke maru mo. Duhet me ta marrë me u lajmru se mo i takon këti pokli ati ke votu që tërkanë. Duhet me ta marrë. Unë e di se shumë njerëzve jashtë nuk ju kojtë në këto biseda. Jam i vetë dishëm për atë mesele dhe jam ngi tëri kam me ato që jam ngi tëri për mi hune kam. A ditë që ta votojsh ati që sa shijoti, a ditë ke vdek. A ditë ke vdek mo, a ditë je shli vetë prej liste. Ani se hefë këtë popull, s'je i këti populli mo. Fa entum idhen mithluhum, tha kis kapi, po ashtë si ato mas i kanet me ato shka kapi. Unë kam mundësi edhe jam gati edhe kam apetit, edhe kam vullnet me bisedu dere bora pa dal për gjamije. Ashtu kam një material gjon nga dveti me fol dere ditën e Shëngjergjit vetëm për një temë. Dhe për një fjalë me afru 1000 argumente dhe me avumbi 1000 argumente dhe një argument qëtër. Me i bo 1001. Që shë arrinë ato fra? Qka bojnë ato? Ka thonë, në përdim njetave, Imami Gazaliu, rahimahullah, në librin Ihya Ulumuddin, ka thonë, në përmet di rrugve arrinë kariristat këta. Ka thonë, e arrinë në përmet propagandës votimeve edhe në përmet propagandës premtimeve. Kështu ka thonë Gazaliu. Këto e arrinë kariristat kështu. Në përmet propagandës votimeve dhe në përmet anës propagandistike të premtimeve. Shka ka kjo fjallë? Së të di fjallë. A i thot pra, kështu, para votave. Diavë një mujt, diavë thot. Nëse mu më votoni, kështu thot. Nëse mu më votoni. Këtu pari ka me lullëzu. Edhe ti, kër je i hopt total. Më një herë në këtë vend, janis me pa anë e manu dhe me lulle. Pite shpija, ala. Se, jo shaf, po e para shaf, apo? E para shaf se kejt lulle. Kur ta para shaf është kejt lulle, janis me të lujt një sen mrena në zemër, e ka emnin dashurin ndaj ati që po flet, dashurin ndaj ati personit që po duhet me aqit votat. Sa i thot këtu pari ka me lullzu. Thot këtu pari në këtë vend ku do t'je mund deputet apo krijetara, ministra, shfare do kovë dishka. Thot këtu keme i pa, nëse unë, keme i pa o gjakët ka 300 metre. Edhe ti e del më njëherë fabrika e cevave, kozharës e likurës, fabrika patligjanave, repave, sheqerit, fabrika salsës, janis me pa qesët, e miqurinit mush me plot me praz fat, veç i andron ato të i baj, të i qu për Gjermanika 8 mark kilogrami, edhe janis ti me dal në Greqi me shku me gjetë farat prazve më njëherë, se pulullzon fabrika të nisën. Pra t'hin ti a i person në zemër, me fjallë qera, a i ta ka ble zemrën për sfati ta ka ble. E ti qka e bo këtu? Këtu je robnu, po je robnu thellë. Kjo anë përmet propagandës votimit, edhe premtimit. A i premton. Kur të vione, gjadët kanë me qenë kejt ka 4 lenta.
ka 4 lenta, ke me hec 200 kilometra në orë në për katon. Zare do gjem me ndun se qështu shjellën këto ullët e tona po i qojnë ka 200 metra. Zare pe javë qëtë kamera se a bo. Mos pe javë qëtë televizori se ashtë pjo punë e krime. Shqyqoni hala me gropa, kur gjo sa bo, ma ka dal pa kërët. Se sa bo asë një sen, lirono se tjertë pas kanë maqineri shumë të fuqishme me të bërë robë pra. Karrieristat me një fjallë, me të bërë robë. Deri ku shkojnë këto hoxho pra, a ke mundësimin a kalëzut deri ku shkojnë këto? Këto shkojnë aq largë, këto shkojnë aq largë edhe njëherë po thamë sa që ti vritesh, a i këndon. Se a i më në fund thot, për një njeri si unë me ardhë me bo këtë lullëzim edhe këtë zhvillim, pse po shkoj këndi kurbana kur gjosa kjo punë. Edhe me ndonë popli pastaj se një me këta duhet me arsjetu, me të vërtet kjo duhet me arsjetu, se po lullëzon. Lullëzoj një me. Lullëzoj një metre e gjysë ma di para shkallëve, në përsi të linë u bërë. Po e lullëzon gratë, të shpia. 1 metre para shkallëve, lullëzojmë të nëm, këtë hesh në bërë ka lullëzu. 1 metre para dirve ka lullëzu, a banë me në leju me pytë. 1 metre para dirve të mdoja, të poshta ka lullëzu. Karrierizm në qenë ka pra, definicioni i karrierizmit me ndërtu një vend unë zemrën tane. Nëse që këtë e ke majtë men, të mëmë. Unë me punu pra që të ndërtoj një vend, unë të banoj në zemrën tënde. Nëse arri këta, dhe jam karrierist, nëse arri këta që unë të bëj një kopsht të jetoj në zemrën tënde, ta mëm e kam arrit me të robnu me të vunë shërbimin tem. Ashtë turpi ma i ma i njerëzve që munden me bon këtë bot, nëse ato veprojnë njerëzit me i shëndru në njerëz që i shërbejnë ative. Kjo është defekti që i ka zonë muslimanët. Kjo është guri i mullinit që ka ram biqafën e muslimanve, edhe aj mos po i len me ngrënësit ata. Për ata, një djetar egjiptas, rahmetullahi ta'ala alej, ka vdek, në vitin 1964, a i tha, me një libër të vetën tha, nëse në dikush donë me dit prej njerëzve, qëllimi finali i islamit për shka është, pse islami është në tokë, pse Allahu këtë fe e pruni. Qëllimi final, definicioni ma i shkurt edhe ma i qartë. Islami ka ardhë për një qëllim krejt. Qëllimi ati është me i liru njerëzit prej robnijës njeriut, po me i ba robni njeriu Allahut. Për këtë ka ardhë Islami. Nëse më ka pa muë të i robnu njeriut, ka ardhë Islami me mëzirë prej kësaj krize, me i robnu Allahut krijuesit. Për këtë ka ardhë Islami. Pra votën kuj dush me aqit? Ligjit Allahut. Nëse ligjin e votën, pra ka ligji eme dhe i joti edhe i Allahut. Nëse dush me votu, pra cëllit ligj dush me adhan votën? Ligjit Allahut gjelle gjelaluhu o gjelle shanu. Nëse ja jap ligjit tem që kam vune votën, qka ke bo? Qka ke bo pra? E di qka ke bo? Një kuti pluhën për me la tesha e ka emnin Biljana. Një qese pluhën për me la tesha e ka emnin Omo. Një qeter e ka emnin Gold. Një e ka emnin Fax. E loj mos t'i ceki se ato janë loj fabrikë. Unë i kam pru din gjami. Një e ka emnin Biljana, një e ka emnin Fax. Edhe tash të kam lënë ti e paraktive dive me votut këtë njonin piktive. Kur ta votojsh ti, të ne aj paqeti i kalzon këti qetri që ka me bo. Nëse se ketë qarë, kur ta thjeshtojmë shti të kalzoj. E merë vesh nëse se këtë di që ka tham. Ati në mbrit ati i paqeti të shkrud rruga e përdorimit, mënyra e përdorimit. Një këmish e barë, një luk të pasulit, në temperatura 38, kështu dush me la. Thëmune pra, le e këta, këtë di, unë për thëmë, një kaci, duhet me një kaci pluhën me la një mendil temperatura 400. Unë ja kam qitë kështu shortin, unë e kam vendos kështu,
E ta shti bosh, shumë i meqëm këtë rast edhe dhunali hoqë pak. Ti je hoqë, ti si di këto punë. A thuti, asune si di. E po hajde, pra, po mirë mi vesh, kënd për më dëgjojmë për me përdor këta, e ti je aq i menqër, aq i zgjut edhe më thu muë, ati inxinjerin që e ka përpilu plunin, a e di, a e ka shkrujt 40 gradë, një këmish, një lugë, të më në balë, a e di, e në regull pra, a i që e përpilej plunin, po dash ka na me votu ligjin e ati përpilusit, e tash ti unë kër po të thas me votu ti ligjin e krijuesit, pse ti po e voton ligjin tjetër pra? Këtu dole i menqur, e pse në këtë fushën tjetër ti s'po del i menqur? Po e voton ligjin e murës, njën e voton ligjin e murës, a i tjetër e voton ligjin e gjurës. Qishu bo hajde tash, qishu bo, shka u bo, jemi dikun ajo, ku jemi pra? A është koha me të vërtet të zgjohemi? A është koha, momenti i fundit, 12:05, atë, jo 5:12, 12:05, momenti i fundit të zgjohemi. Treni po hec, në alo po shofi mondër. Ani, ki ligji i këti ka përcaj të rikëtu, ki për nëse këshmi dit, pa i shkon karrieristi madhve, po unës që shu bo? Po unë atë tregova ati e 1 minut një sa ati se a i ka karrierist i madhë, atë kam tregu. Hala po unë zbrit, atë kam tregu se a i është karrierist. Atë thëjsh në unë e ti e se ti je në gjami këtu, me mni shka po thëmë, po nuk je me mdëgju shka po thëmë. I mjeri ti nëse je në gjami me mdi shka po thëmë unë, e nuk je në gjami me mdëgju shka po thëmë. Po unë të pata lajmërun me nxes pa unë zbrit se ki ka karrierist. Po ti edhe pa ta thonë qish herët se ti ven gjami, ama ndëgjon muë, po men ti ke fetfan e veprimit me morë prej ati qka jashtë a gjamiës, kështu motit kam lejbru. Po, hoxha shka po thot, kejt po pranon mendja, ama kur dalim për gjamië ta shofim a i qetri shka po thot, ajo a për veprim, a du të me morë. E mirë, ajo për veprim e kjo, për shkatrim apo, kështu pra, për këta jemi që...